Në qarkun e Gjirokastrës, gjatë kësaj periudhe është shënuar një ulje e lehtë e numrit të personave që trajtohen me pagesën e punësisë. Sipas të dhënave zyrtare, janë rreth 20 individ më pak që përfitojnë këtë shërbim. Ulja ka ardhur si pasojë e punësimeve sezonale kryesisht në sektorin e turizmit, ndërsa aktualisht në rang qarku pagesa e papunësisë përfitohet nga 150 persona. Në qarkun e Gjirokastrës kemi gati 150 veta të cilët janë përfitues. Që të përfitojë pagesën e papunësisë duhet të ketë minimalisht një vit kohë pune dhe të vite regjistrohet këtu brenda afatit kohor 1 muaj, ku ne pastaj merremi me pjesën e dokumentacionit, librezën e punës dhe çfarë nevojash ka individi. Pagesa e papunësisë është me një vlerë 20.000 lekë të reja. Dhe ai person e përfiton pastaj në varësi të kohëzgjatjes së punës që ka. Dhe gjithashtu deri në momentin sa ne i gjejmë një vend vakant. Për të përfituar këtë pagesë, aplikuesi duhet të plotësojë disa kushte të përcaktuara nga ligji. Duhet të ketë dhënë dorëheqje, pra duhet të jetë i larguar nga puna, për shkurtim vendi pune apo arsye të tjera që nuk janë dorëheqje. Në momentin që ai ka dhënë dorëheqje, atëherë nuk e përfiton pagesën e papunësisë. Nuk kemi një rritje, është një numër standard, pra ulje ngritje në varësi edhe të muajve, ndoshta për shkakun e sezonit turistik momentalisht mund të kemi pak ulje dhe kur përfundon sezoni ndoshta mund të kemi pak rritje të pagesës së papunësisë. Por kryesisht qëllimi jonë është që të gjithë personat që janë pagesë papunësie të gjejnë një punë sa më shpejt. Strukturat përgjegjëse vijojnë të theksojnë rëndësinë e informimit të qytetarëve me qëllim që ndihma të shkojë tek ata persona ku nevoja është reale dhe e domosdoshme.